Në përreshtat e një marketi lagjeje, një fëmijë i zgjat dorën një gruaje të moshuar, që jeta e kishte lënë në harres. Ky gest thjesht, por thellësisht njerëzor, prek zemrën e një miliarderi të vetmuar që bëhet dëshmitar i skenës. Në atë rast, nis një zinxhir transformimesh, duke dëshmuar se dëmshuria e një fëmije mund të ndryshojë fate të tëra. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni në jetën tuaj. Pasditja e shtatorit binte e vakët mbi qytetin e Tiranës. Qielli kishte atë ngjyrën tipike gri të ditëve të vrenjta, kur dielli këmbëngul të fshihet pas rreve të dendura që mbulojnë metropolin. Në lagjen komuna e Parisit, supermarketi Market Extra gumëzhinte nga lëvizjet e zakonshme të një të martë të rëndomë. Karrocat rëshisnin nëpër korridore, muzika e lehtë dëgjohej në sfond nga altoparlantët dhe dhjetëra njerëz ndiqnin rutinën e tyre të blerjeve pa ndonjë shqetësim të madh. Mes këtyre njerëzve ishte edhe Anila Hoxha, një grua 32 vjeçe, me flokë gështenjë të lidhur bisht me nxitim dhe sy të lodhur, por ende plot butësi. Ishte veshur me një palë xhinse të zbardhura dhe një bluzë të thjeshtë, mbante një çantë të vjetruar në sup, ndërsa me njërin dorë shtynte karrocën. Me dorën tjetër mbante fort gishtat e vegjël të së bijës, Lirës, një vajzë 7 vjeçare me gërsheta të errëta dhe sy të zinj vezullues që dukej se kapnin gjithçka përreth. Lira kishte atë mënyrën vëzhguese që jo të gjithë fëmijët e kanë. Ndërsa ema kontrollonte çmimet në rafte, duke llogaritur me mend çdo lek për të mos e kaluar buxhetin e shtrënguar të muajit, vajza i linte syt të shëtisnin nëpër korridore. Shihte familje të tjera, punonjës që mbushnin raftet me mallra, të moshuar që ecnin ngadalë me shportat e tyre. Gjithçka i tërhiqte vëmendjen. Gjithçka dukej se kishte një histori. Anila punonte në 2 punë. Në mëngjes ishte sanitare në një godinë zyrash në qendër. Pasdite, kur i jepej mundësia, bënte punë si pastruese me ditë nëpër shtëpi private. Jeta nuk ishte e lehtë. Nuk kishte qenë kurrë. Që kur baba i Lirës ishte larguar, kur vajza ende ecte këmbadoras, Anilës i ishte dashur të bënte gjithçka për të siguruar jetesën e të dyjave. Por ajo kurrë nuk ankohej para së bijës. Buzëqeshte, luante, shpikte histori para gjumit dhe bënte çmos që Lira të rritej duke besuar se bota, pavarësisht vështirësive, ende kishte mirësi. Dhe ndoshta për këtë arsye, Lira kishte këtë zemër bujare. Ndoshta ishte nga mënyra se si ema e kishte edukuar, duke i mësuar gjithmonë se të ndihmoje të tjerët ishte më e rëndësishme se të kishe shumë. Ose ndoshta ishte thjesht thelbi i atij fëmije. Një mister i bukur që as vet Anila nuk dinte ta shpjegonte. Ishin në korridorin e konservave kur Lira e vuri re. Një zonjë e moshuar, e dobët, e kërrusur nga pesha e viteve, mbante me të dyja duart një kuti plastike me supë të gatshme. Duart i dridheshin lehtë. Ajo e shikonte produktin me një shprehje që përziente dëshirën dhe dorëheqjen. E merrte kutinë, shikonte çmimin, e vendoste sërish në raft. E përsëriste gjestin. E merrte përsëri, shertinte thellë dhe e linte sërish aty. Lira lëshoi dorën e së ëmës dhe bëri disa hapa drejt zonjës. Anila, e shpërqendruar duke kontrolluar listën e blerjeve të zhubravitur që nxori nga xhepi, nuk e vuri re menjëherë. Vajza ndaloi pranë zonjës dhe ngriti syt lart drejt asaj fytyre të rrudhur, të shënuar nga lot të vjetër dhe buzëqeshje të harruara. Gruaja mbante veshur një fustan blu të zbardhur, të arnuar në disa vende dhe mbante një çantë cope të vjetruar. Flokët e saj të thinjur ishin mbledhur në një topuz të lirshëm. Ajo nuk e vuri re praninë e fëmijës. Zonja quhej Drita. Teto Drita, siç i pëlqente ta thërrisnin në kohët kur ende kishte kush ta thërriste. Ishte 74 vjeçe dhe jetonte vetëm në një dhomë të vogël me qira në pjesën e pasme të një shtëpie të vjetër në La Prague. Burri i saj ishte ndarë nga jeta vite më parë, duke e lënë me borxhe dhe një zemër të thyrë. I biri, i vetmi djalë, ishte larguar pas grindjeve të hidhura përpara, krenari dhe zgjedhje jete. Kishte kaluar aq shumë kohë sa nuk arrinte më as ta numëronte si duhet. Drita merrte një pension minimal që mezi i mbulonte qiran dhe faturat bazë. Të blije ushqim ishte një ushtrim matematikor i dhimbshëm. Çdo lek duhej shtrirë në maksimum. Ajo kuti supe kushtonte 100 lekë. Dukej kaq pak, por përfaqësonte pothuajse gjysmën e asaj që i kishte mbetur për të kaluar javën. Lira u kollit lehtë.
Zonja uli syt dhe u përball me ata sy të zinj e të thellë që e vëzhgonin me kureshtje dhe diçka më shumë. Diçka që ajo nuk e kishte parë prej shumë kohësh të drejtuar nga vetja. Empati. Kujdes. Përshëndetje, tha Lira me zë të butë. A keni nevojë për ndihmë? Drita rahu qepallat e habitur. Shpirti vogël, unë jo, e dashur. Vetëm po shikoja. A e doni këtë supë? Mund t'i them mamit tim ta blej për ju. Ajo është e mirë. Mami im i ndihmon gjithmonë njerëzit. Jo, fëmijë. Zonja bëri një gjest me dorë duke u përpjekur të buzëqeshte, por syt ju mbushën me lodh. Faleminderit, engjëlli im, por nuk ka nevojë. Shko me mamin tënë. Por Lira nuk lëvizi. Qëndroi aty duke e parë dritën me atë seriozitet fëmijëror që ndonjëherë i çarmatos të rriturit. Ajo shite përtej pamjes së jashtme. Shite një njeri që ishte i uritur. Një njeri që ishte i trishtuar. Dhe kjo, për Lirën, ishte e mjaftueshme. Mami. Thiri vajza, pa ja hequr syt zonjës. Anila ktheu kokën dhe më në fund e kuptoi se ku ishte e bija. U afrua me shpejtësi, e shqetësuar. Lira, çfarë po bën? Më falni, zonjë, ajo është shumë kureshtare. Por para se Anila të mund ta tërhiqte të bien, Lira tregoi me gisht kutinë e supës. Mami, zonja e do këtë supë, por nuk ka para ta blej. Mund ta blejmë ne për të? Të lutem? Anila ndjeu fytyrën t'i nxehej. Shikoj zonjën, e cila tani qante në heshtje, e turpëruar. Shikoj të bien, ata sy lutës. Shikoj karrocën e saj, që tashmë ishte më e mbushur se ç'duhej. Bëri llogarit me mend. E dinte që nuk i tepronin. Por gjithashtu e dinte se nuk do të arrinte t'i thoshte jo. Një burr vëzhgonte gjithçka nga larg. Arben Kastrati ishte 46 vjeç dhe ishte pronari njërës prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në Tiranë. Emri i tij shfaqej në listat e miliarderëve, në kopertinat e revistave të biznesit, në kronikat mondane. Ishte veshur me një kostum pa të meta, edhe në një supermarket, dhe mbante një shport me disa gjëra që as nuk i duheshin. Ishte aty rastësisht, duke dalë nga një takim aty pranë, vetëm për të blerë një shishe ujë. Por tani kishte mbetur në vend, i paftë të lëvizte, duke parë skenën që po shpalosej disa metra më tutje. Ajo grua e moshuar. Ai fustan blu i zbardhur. Ajo mënyrë e të mbajturit të gjërave me të dyja duart. Nuk mund të ishte. Arbeni ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Duart filluan t'i dridheshin. E lëshoi shportën në tokë pa e kuptuar. Zhurma e plastikës që u përplas në dyshe me tërhoqi vëmendjen e disa njerëzve, por atij nuk i bëri përshtypje. Syt i kishte ngulur te zonja. Ishte ajo. Nëna e tij. Sa kohë kishte kaluar? 8 vjet? 10? Arbeni e kishte humbur numërimin. E kishte humbur me qëllim. E kishte fshirë atë kujtim, atë dhimbje, atë faj. Kur u pasurua, kur ndërtoi perandorinë e tij, vendosi se nuk i duhej më ajo e kaluar e varfër, ajo nën që gjithmonë ankohej për zgjedhjet e tij, ai mbiemër i thjesht që e ndryshoi ligjërisht. Kastrati nuk ishte mbiemri me të cilin kishte lindur. Ishte Hoxha. Arben Hoxha. Djali i Drita Hoxhës dhe Gjon Hoxhës, një çift i thjesht nga Dibra që emigroi në Tiranë në kërkim të një jete më të mirë. Babai ishte ndarë nga jeta herët, duke lënë nën e birë duke luftuar për të mbijetuar. Arbeni u rrit duke parë të ëmën të punonte deri në raskapitje, duke parë faturat e shtrënguara, duke parë turpin e të mos pasurit. Kur u bë i pasur, kur më në fund arriti të dilte nga varfëria, i premtoi vetes se nuk do të kthehej më kurrë. I ofroi para së ëmës. Ajo refuzoi me krenari, duke thënë se nuk donte lë mosh nga i biri që kishte turp nga origjina e tij. U grindën. U than fjalë të rënda. Ai doli duke përplasur derën dhe nuk u kthye më kurrë. Tani, ja ku ishte ajo. E moshuar. E brisht. E vetme. Pa mundur të blinte një kuti supë. Dhe një fëmijë, një vajzë e vogël dhe bujare, po bënte atë që ai duhej ta kishte bërë vite më parë. Anila mori frym thellë dhe i buzëqeshi zonjës. Sigurisht që mund ta blejmë. Do të jetë kënaqësi. Jo, e dashur, të lutem. Drita u përpoq të refuzonte, por zëri i dështoi. Nuk dua t'ju bezdis.
nuk na bezdisni as pak. Lira tashmë e kishte marrë kutin dhe e kishte vendosur në karrocën e së-ës. Gati. Tani është e juaja. Drita shpërtheu në lodh. Mbuloi fytyrën me duar dhe qau siç nuk kishte qarë prej vitesh. Anila u afrua dhe i preku butësisht krahun. Jeni mirë? Doni të uleni pak? Drita tundi kokën, e path të fliste. Lira kapi dorën e rudhur të zonjës dhe e shtrëngoi me dashuri. Nuk. Ka nevojë të qani. Të gjithë kemi nevojë për ndihmë ndonjëherë. Mami im ma ka mësuar këtë. Ato fjalë të thjeshta e përshkuan Dritën si një drite në mes të errësirës. Ajo shikoi atë fëmijë, atë fytyrë të pastër dhe të sinqertë, dhe ndjeu diçka që e kishte harruar se si ishte. Ndjeu se ende kishte rëndësi. Se ende shihej. Se ende ishte njeri. Arbeni u afrua ngadalë, zemra i rrite pa pushim. Donte të fliste. Donte të bërtiste. Donte të vraponte atje, ta përqafonte të ëmën dhe t'i kërkonte falje. Por këmbët nuk i bindeshin. Zëri nuk i dilte. Qëndroi disa metra larg, i fshehur pas një rafti, duke vëzhguar. Anila e ndihmoi Dritën të mblidhte veten. Si e keni emrin, zonjë? Drita. Mund të më thërrisni Teto Drita. Teto Drita, gëzohem. Unë jam Anila dhe kjo është vajza ime Lira. Do t'i paguajmë blerjet tuaja në ark, në rregull? A keni ndonjë gjë tjetër që ju duhet? Drita shikoi karrocën bosh që mbante. Kishte ardhur në supermarket me shpresën për të blerë të paktën gjërat bazë, por e dinte se nuk do t'ia dilte. Do të kthehej në shtëpi duar bosh, si shumë herë të tjera. Anila e kuptoi vështrimin. E jani me ne. Do të bëjmë disa blerje. Jo, bia ime. Nuk mund ta pranoj. Është tepër. Teto Drita, ju lutem. Na lini t'ju ndihmojmë. Do të jetë mirë edhe për ne. Lirës i pëlqen të bëj gjëra të mira. Edhe mua gjithashtu. Lira e tërhoqi Dritën nga dora dhe filloi të ecte, duke e tërhequr zonjën pas vetes. Anila buzëqeshi dhe i ndoqi me karrocën. Kaluan nëpër korridore duke zgjedhur produkte bazë. Një pako oriz. Fasule. Një kavanoz kafeje. Drita protestonte për çdo gjë, por Anila dhe Lira këmbëngulnin me ëmbëlsi. Arbeni i ndiqte nga larg, i paaft t'i hiqte sy. Shihte të ëmën duke buzëqeshur me droj. Shihte atë vajzë të vogël që i mbante dorën me besim. Shihte gruan tjetër, qartësisht pa shumë mundësi, duke zgjedhur të ndihmonte gjithsesi. Diçka brenda tij u thye. Të gjitha justifikimet që kishte ndërtuar gjatë viteve, të gjitha shfaqësimet, e gjithë krenaria, gjithçka u shem përballë asaj skene. Ai kishte para të mjaftueshme për të blerë të gjithë supermarketin. Dhe ishte aty i fshehur, ndërsa një fëmijë 7 vjeçar tregonte më shumë dhëmshuri se sa kishte treguar ai ndonjëherë. Në ark, Anila pagoi blerjet. Shuma ishte 5.000 lekë. Ajo ndjeu një shtrëngim në stomak kur pa vlerën, por nuk hezitoi. Kaloi kartën, duke u lutur që të kalonte. Kaloi. Falenderoi në heshtje. Drita qante përsëri. Anila mori një letër dhe një stilolaps hua nga arktarja dhe shkroi numrin e saj të telefonit. Teto Drita, ja ku e keni numrin tim. Nëse keni nevojë për diçka, më telefononi, në rregull? Dhe dua edhe numrin tuaj. Do të mbajmë kontakte. Drita, me duar që i dridheshin, shënoi numrin e saj në një letër tjetër. Të dyja shkëmbyen numrat sikur të vulosnin një pakt të heshtur miqësie dhe kujdesi. Lira e përqafoi fort Dritën. Ju jeni shumë e mirë. Do të më marrë malli. Drita u gjunjëzua me vështirësi dhe i puthi ballin vajzës. Ti je një engjëll, bia ime. Një engjëll i vërtet. Faleminderit që më pe. Anila e ndihmoi Dritën të çonte blerjet deri në stacionin e autobusit. Qëndruan aty duke biseduar edhe disa minuta derisa erdhi autobusi. Drita hipi, ende duke qarë, duke përshëndetur nga dritarja ndërsa automjeti largohej. Anila dhe Lira u kthyen në shtëpi në këmbë. Jetonin në një apartament të vogël me 2 dhoma disa rrugë më tutje. Gjatë rrugës, Anila mbajti dorën e së bijës dhe e pyeti me zë të ulët. Pse e bëre këtë, bija ime? Si e dite që ajo kishte nevojë?
Lira mendoi për një çast. Thjesht e ndjeva, mami. Ajo ishte e trishtuar. Dhe mua nuk më pëlqen kur njerëzit janë të trishtuar. Anila shtrëngoi dorën e Sëbijës, krenare dhe e prekur në të njëjtën kohë. Arbeni doli nga supermarketi i tronditur. Hyri në makinë, një BMW vezulluese, dhe qëndroi me duart në timon. Nuk arrinte të ngiste makinën. Nuk arrinte të mendonte si duhet. Nëna e tij po kalonte vështirësi. Dhe ai nuk e dinte. Ose më keq, nuk donte ta dinte. Mori celularin dhe i telefonoi asistentit të tij personal. Besnik, kam nevojë të hetosh disa persona për mua. Urgjentisht. Dua emra të plot, adresa, gjithçka. Do të jap përshkrimet. Përshkroi Anilan, lirën dhe dritën në detaje. Besniku, i mësuar me kërkesa të çuditshme nga shefi, vetëm ra dakord dhe tha se do t'i kishte informacionet së shpejti. Arbeni shkoi me makinë deri në apartamentin e tij në blok, një papafingo luksoze me pamje panoramike të qytetit. Hyri, hodhi xhaketën në divan dhe shkoi te dritarja. Shikoi Tiranën poshtë, atë përbindësh betoni që ai kishte ndihmuar ta ndërtonte. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu turp. Turp për veten. Turp për atë që ishte bërë. Atë natë, drita arriti në dhomën e saj të vogël dhe rregulloi blerjet me lot që i rridhnin në përfaqe. Çdo produkt që nxirrte nga qesja i dukej një mrekulli. Kishte kaq shumë kohë që nuk kishte ushqim të vërtet në shtëpi. U ul në cep të krevatit të ngushtë dhe u lut, duke falendëruar për atë vajzë, për atë nën bujare që ishte. Ende gjallë për të provuar mirësinë. Anila e vuri lirën në gjumë dhe qëndroi duke e parë të bien për minuta të tëra. Çfarë fëmije të mrekullueshëm kishte sjell në jetë? Si ishte e mundur kaq shumë dashuri në një zemër kaq të vogël? I puthi ballin vajzës dhe i përshpëriti të dua para se të dilte nga dhoma. U ul në tryezën e kuzhinës dhe hapi fletoren ku shënonte llogari. Llogariti. Rilogariti. Do të ishte ngushtë deri në rrogën tjetër, por do t'ia dilte. Gjithmonë ia dilte. Dhe pastaj buzëqeshi. Sepse e dinte se kishte bërë gjën e duhur. Sepse e dinte se po i mësonte lirës të ishte një njeri i mirë. Dhe kjo, në fund të fundit, ishte gjithçka që kishte rëndësi. Arbeni nuk arriti të flinte atë natë. U rrotullua në krevatin e madh, mes çarçafëve të shtrenjtë egjiptian, dhe gjithçka që arrinte të shite ishte fytyra e së-ës. Ai vështrimi humbur. Ato duar që dridheshin duke mbajtur një kuti supë. Në mesnat, u ngrit dhe shkoi në zyrë. Hapi një sirtar të kyçur dhe nxori prej andej një foto të vjetër, të zverdhur nga koha. Ishte ai fëmijë në krahët e së-ës. Të dy duke buzëqeshur. Kohë më të thjeshta. Kohë më të lumtura. E mbajti foton në gjoks dhe qau siç nuk ishte qarë që kur ishte djalë i vogël. Të nesërmen, besniku i telefonoi herët. I kam informacionet, zoti Arben. Mi jep. Të gjitha. Gruaja quhet Anila Hoxha. 32 vjeçe. Punon si sanitare dhe pastruese me ditë. Jeton në rrugën e Luleve, numër 345, apartamenti 12. Nën beqare e një vajze të quajtur Lira, 7 vjeçe. Nxënëse në shkollën publike të lagjes. Pa precedent penal. Jetë e thjesht, pa luks. Dhe zonja e moshuar? Drita Hoxha. 74 vjeçe. Pensioniste. Jeton vetëm. Ka një djalë të quajtur, besniku bëri një pauzë të çuditshme. Fol, këmbënguli Arbeni, edhe pse tashmë e dinte se çfarë do të vinte. Një djalë të quajtur Arben Hoxha. E ka ndryshuar emrin në Arben Kastrati 12 vjet më parë. Jeni ju, zotëri. Arbeni mbylli syt. E di. Faleminderit, besnik. Mund ta mbyllësh. Qëndroi në heshtje në mes të zyrës gjigante, i rrethuar nga diploma, çmime, foto me njerëz të rëndësishëm. Dhe gjithçka i u duk boshe. E zbrazët. Pa kuptim. Një vajzë 7 vjeçare që nuk kishte pothuajse asgjë, kishte treguar më shumë humanizëm në 5 minuta se sa kishte treguar ai në një jetë të tërë. Dhe kjo do të ndryshonte. Ai do të ndryshonte. Nuk e dinte ende si.
Nuk e dinte ende kur, por e dinte se ai takim në supermarket nuk kishte qenë rastësi. Ishte një rifillim. Një shans i dytë. Dhe Arben Kastrati nuk do ta shpërdoronte. Ditët që pasuan takimin në supermarket ishin plot me një shqetësim të thellë për Arben Kastratin. Ai vazhdonte të shkonte në zyrë, të firmoste kontrata, të merrte pjesë në mbledhje, por ishte sikur të ishte në pilot automatik. Mendja e tij ishte gjithmonë diku tjetër. Shihte fytyrën e SM-s kudo. Dëgjonte zërin e asaj vajze të vogël që i bënte jehon në mendime. I ulur në zyrën e tij të pamas në katin e 23 të një godine me xhama në blok, Arbeni shikonte letrat mbi tavolinë pa i parë vërtet. Oratku i tij, Genti, përpiqej të diskutonte shifrat e një projekti të ri, por e kuptonte që miku i tij nuk po i kushtonte vëmendje. Arben, po më dëgjon? Genti i kërciti gishtat para fytyrës. Çfarë? Arbeni rahu qepallat duke u kthyer në realitet. Më fal, Genti. Vazhdo. Vëlla, çfarë po ndodh me ty? Ka 3 ditë që je kështu. Ka ndodhur gjë? Arbeni pshertiti thellë. Shikoi ortakun e tij duke menduar nëse duhej t'i tregonte. Genti ishte miku i tij prej vitesh, që nga koha e fakultetit. Njihte një pjesë të historisë së Arbenit, por jo gjithçka. Askush nuk e njihte gjithçka. Pash nënën time, tha Arbeni, zëri i doli i ulët. Genti zgurdulloi syt. Nënën tënde? Por ti nuk flisje me të prej 10 vjetësh. Gati 10 vjet. Dhe po kalonte vështirësi, Genti. Nuk arrinte të blinte ushqim. Dhe unë, Arbeni kaloi dorën në përfytyrë. Unë jam miliarder dhe nëna ime ishte e uritur. Heshtja që ra në zyrë ishte e rëndë. Genti nuk dinte çfarë të thoshte. Arbeni kur nuk kishte folur shumë për familjen. Gjithmonë e ndryshonte temën kur dilte ky muhabet. Çfarë do të bësh? Pyeti Genti më në fund. Ende nuk e di. Por duhet të bëj diçka. Nuk mund të vazhdoj të shtirem sikur gjithçka është në rregull. Po atë javë, Arbeni filloi të vepronte. Por jo në mënyrën impulsive që karakterizonte vendimet e tij të biznesit. Këtë herë, ai donte t'i bënte gjërat me kujdes. Me respekt. Me dashuri, edhe pse kjo fjalë i dukej e çuditshme në mendjen e tij pas kaq shumë kohësh. Angazhoi një hetues privat për të ndjekur në mënyrë diskrete rutinën e dritës. Jo për t'i cenuar privatësinë, por për të kuptuar se si jetonte, për çfarë kishte nevojë, nëse ishte e sigurt. Raporti që mori disa ditë më vonë ia theu zemrën në copa. Drita zgjohej çdo ditë në 5 të mëngjesit. Lutej. Para një altari të vogël të improvizuar me foto të vjetra. Pinte një kafe të dobët, shpesh pa sheqer për të kursyer. Dilte për të ecur në lagje, sepse nuk kishte para për të marrë autobusin kot. Kthehej, shihte programe në televizorin e vjetër. Hante pak drek. Hante edhe më pak darkë. Flinte herët, e mbledhur kruspull në krevatin e ngushtë, në një dhomë me lagështirë në mure. Arbeni e lexoi atë raport 3 herë. Çdo resht ishte një thik faji. Ndërsa ai jetonte në një papafingo luksoze, nëna e tij jetonte në kushte të mjerueshme. Ndërsa ai shpërdoronte para në darka të shtrenjta dhe rroba firmato, ajo kursente 100 darka për të ngrënë. Vendosi të vepronte në 2 fronte. Së pari, do të kujdesej për të ëmën, por në një mënyrë që ajo të mos ndihej e poshtëruar apo e cenuar. Së dyti, do të bënte diçka për vajzën dhe gruan që i kishin treguar dëmshurinë që ai e kishte harruar se ekzistonte. Ndërkohë, jeta e Anilës dhe Lirës ndiqte ritmin e saj normal. Ose pothuajse. Sepse Teto Drita ishte bërë një prani e vazhdueshme. Disa ditë pas takimit në supermarket, Drita i telefonoi Anilës. Zëri i dridhur në anën tjetër të linjës e pyeti nëse mund t'i vizitonte. Anila, gjithmonë mikpritse, i tha po me entuziazëm. Drita u shfaq në derën e apartamentit të vogël duke sjell një revani që e kishte bërë me përbërësit që Anila i kishte blerë. Ishte mënyra e saj për të falënderuar. Ishte nervoze, duke mbajtur me kujdes tepsin. Anila hapi derën dhe buzëqeshi gjerë. Teto Drita. Çfarë gëzimi? Hyni, ju lutem. Lira vrapoi drejt zonjës dhe e përqafoi në bel. Teto Drita. Erdhët. Më kishte marrë malli.
Drita u prek për sëri. Ai fëmijë kishte fuqinë t'ia shkrinte zemrën me thjeshtësi. Edhe mua më kishte marrë malli për ju, lulja ime. U ulën në tryezën e vogël të kuzhinës. Anila bëri kafe. Drita preu ëmbëlsirën. Lira hëngri pjesën e saj duke bërë shumë kënaqësie, duke u shkaktuar të qeshura të dyja grave. Biseduam për orë të tëra. Drita tregoi historinë e saj. Foli për burrin që ishte ndarë nga jeta, duke lënë borxhe. Foli për të birin që ishte larguar. Foli për vetmin që e mbante si një peshë mbi shpatulla. Qau disa herë. Anila i mbajti dorën. Teto Drita, ju nuk jeni më vetëm. Tani na keni ne. Mund të vini këtu sa herë të doni. Shtëpia jon është shtëpia juaj. Lira, e ulur pranë Dritës, mbështeti kokën në krahun e zonjës. Është e vërtetë. Ju jeni pjesë e familjes tani. Ato fjalë të thjeshta bën diçka brenda Dritës. Për herë të parë pas shumë vitesh, ajo ndjeu se i përkiste një vendi. Se kishte rëndësi për dikë. Anila vuri re se Drita kishte rroba shumë të vjetruara. Të nesërmen, ndau disa rroba të saj që ishin në gjendje të mirë dhe ja çoi zonjës. Drita protestoi, por në fund pranoi kur Anila i tha se Lira do të mërzitej nëse ajo refuzonte. Vizitat u bën të shpeshta. Drita shkonte në apartamentin e Anilës 2-3 herë në javë. Sillte gjëra të vogla që gatuante, e ndihmonte Anilan me punë të vogla shtëpie, luante me Lirën. Për herë të parë pas shumë kohësh, kishte një rutinë që përfshinte njerëz të tjerë. Kishte një arsye për t'u zgjuar e gëzuar. Arbeni ndiqte gjithçka nga larg. Hetuesi që kishte angazhuar i dërgonte raporte diskrete. Ai mësoi për afrimitetin mes Dritës dhe Anilës. Mësoi për vizitat. Mësoi se nëna e tij ishte më e lumtur. Dhe kjo, në vend që ta lehtësonte, ia shtonte fajin. Një huaj kishte arritur të bënte për të ëmën atë që ai nuk e kishte bërë kurrë. Një grua që mezi mbante veten kishte hapur dyert e shtëpisë së saj, ndërsa ai, që mund t'i jepte gjithçka, kishte mbyllur derën e zemrës. Por Arbeni gjithashtu filloi të vepronte. Krijoi një kompani fasad, një lloj organizate sociale, dhe përmes saj filloi të bënte transferta diskrete në llogarinë e Anilës. Shuma të vogla në fillim, 10.000 lek, 20.000 lek, gjithmonë me justifikime të rreme. Një program ndihme sociale i rastësishëm. Një shorte. Një donacion anonim. Anila hutoi kur shihte ato para që vinin, por nuk i refuzonte. I përdorte për të përmirësuar gjendjen në shtëpi, për të blerë gjëra për Lirën, për të ndihmuar Teto Dritën. Arbeni gjithashtu angazhoi dikë për të bërë riparime të vogla në dhomën ku jetonte Drita. Shtirej sikur ishte një nismë e bashkisë. Rregulluan lagështirën. Lyen muret. Ndërruan krevatin e vjetër me një të ri. Drita qau kur pa ndryshimet, pa e ditur se i biri ishte përgjegjës. Por Arbeni e dinte se kjo nuk ishte e mjaftueshme. Nuk ishte çështje parash. Nuk kishte qenë kurrë. Ishte çështje pranie. Ishte çështje dashurie. Dhe ai duhej të gjente guximin për të bërë këtë hap. Një natë, i vetëm në apartament, Arbeni mori celularin dhe formoi numrin e SM-s. Gishti qëndroi pezull mbi butonin e thirrjes për minuta të tëra. Zemra i rrite me shpejtësi. Çfarë do të thoshte? Si t'i shpjegonte 10 vjet mungesë? Si të kërkonte falje? E mbylli celularin pa bërë thirrjen. Ende nuk ishte gati. Ndërkohë, Lira vazhdonte të ishte fëmia i veçantë që kishte qenë gjithmonë. Në shkollë, mësuesit komentonin mes tyre për vajzën. Ajo ishte e para që e kuptonte kur ndonjë shok klase ishte i trishtuar. E para që ofronte ndihmë. E para që ndante ushqimin. Mësuesja Valbona, që i jepte mësim klasës së Lirës, e thiri Anilan për një bisedë. Anila, duhet të flas për Lirën, tha zonja Valbona, duke buzëqeshur. Anila u tensionua. Ndonjë problem? Përkundrazi. Vajza juaj është e jashtëzakonshme. Kur nuk kam parë një fëmijë me kaq shumë empati. Ajo kujdeset për shokët, ndihmon ata që kanë vështirësi, është e sjellshme me të gjithë. Doja të dija si ja bëni. Anila pshertiti, e lehtësuar. Nuk bëj asgjë të veçantë. Ajo gjithmonë ka qenë kështu.
Mendoj se ka lindur me këtë zemër. Atëherë dijeni se po bëni një punë të mrekullueshme. Bota ka nevojë për më shumë fëmijë si Lira. Anila doli nga shkolla me zemrën plot. Krenare për të bijën. Mirënjohëse që kishte një vajzë kaq të veçantë. Atë natë, ndërsa Lira flinte, Anila u ul pranë krevatit dhe qëndroi duke e parë. Mendoi për gjithçka që kishte kaluar. Për vështirësitë. Për netët pa gjumë shqetësuar për paratë. Për sakrificat. Dhe mendoi se gjithçka ja kishte vlerëtur. Sepse kishte sjell në jetë atë fëmijë të mrekullueshëm. Edhe Teto Drita po ndryshonte. Bashkëjetesa me Anilan dhe Lirën kishte ndezur diçka brenda saj. Filloi të vishej më mirë. Filloi të buzëqeshte. Filloi të kishte shpresë. Dhe filloi të mendonte për të birin. A kishte ndryshuar edhe Arbeni? A ishte penduar me kalimin e kohës? A mendonte ende për të? Një pasdite, ndërsa pinin kafe në shtëpinë e Anilës, Drita pyeti diçka që e kishte bretur prej ditësh. Anila, a mendon se është e mundur të falësh dikë që të ka lënduar shumë? Anila shikoi zonjën duke kuptuar dhimbjen pas pyetjes. Mendoj se po, Teto Drita. Nëse personi është penduar vërtet, mendoj se duhet t'i japim një shans. Dhe nëse ky person të ka braktisur, të ka lënë vetëm, edhe ashtu. Sepse të mbashmëri vetëm ne na lëndon. Dhe ndonjëherë njerëzit gabojnë, por mund të ndryshojnë. Drita qëndroi në heshtje, mendueshëm. Lira, që luante në dysheme me kukulla, u ngrit dhe shkoi tek ajo. Teto Drita po mendon për djalin e saj? Pyeti vajza me atë intuit çarmatosse. Drita rahu qepallat, e habitur. Si e di ti? Thjesht e di. Mendoj se duhet t'i telefononi. Vë bast se edhe ati i ka marrë malli. Anila shikoi të bien, e impresionuar. Lira gjithmonë i dinte gjërat në një mënyrë që nuk mund të shpjegojë. Drita kapi dorën e vogël të Lirës. E mendon vërtet? Mendoj. Të gjithë meritojnë një shans të dytë. Ti vetë ma ke mësuar këtë, mami. Lira shikoi Anilan. Anila buzëqeshi, e prekur. Është e vërtetë. Gjithmonë duhet të japim një shans të dytë. Ajo bisedë i mbeti në mendje Dritës për ditët në vijim. Dhe më në fund, një javë më vonë, ajo mori guximin. Kërkoi në një kuti të vjetër ku ruante letra të vjetra dhe gjeti një kartvizitë të zverdhur. Ishte e zyrës së avokatisë ku Arbeni kishte punuar para se të hapte kompaninë e tij. Numri me siguri nuk funksiononte më, por ndoshta mund ta gjente prej andej. I telefonoi zyrës. Sekretarja u përgjigj. Alo, mirë dita. Po kërkoj doktor Arben Hoxhën. Ai ka punuar aty disa vite më parë. Doktor Arbeni nuk punon më këtu, zonjë. Por mund t'ju jap kontaktin e zyrës së tij. Drita e shënoi numrin me duar që i dridheshin. Falenderoi dhe e mbylli. Qëndroi duke parë atë letër për minuta të tëra. A duhej të telefononte? A do t'i përgjigjej? A i bëhej ende vonë? Mori frym thellë dhe formoi numrin. Në zyrën e Arbenit, sekretarja pa thirrjen që hyri. Një numër i panjohur. U përgjigj me mirësjelljen e zakonshme. Zyra e doktor Arben Kastratit, mirë dita. Në anën tjetër të linjës, Drita gati sa nuk e mbylli. Por gjeti guxim. Mirë dita. Unë do të doja të flisja me Arbenin. Zotëria është në mbledhje për momentin. Mund të lë një mesazh? Mund t'i thoni se është Drita u përmbaj. Mund t'i thoni se është nëna e tij. Sekretarja qëndroi në heshtje për një moment. Arbeni kur nuk e kishte përmendur të ëmën. Sigurisht, zonjë. Do t'jua kaloj lidhjen. Arbeni ishte vërtet në mbledhje, por sekretarja e ndërpreu. Zoti Arben, keni një zonjë në linjë që thotë se është nëna juaj. Arbeni u zbe. Shikoi 3 biznesmenët e ulur në tryezën e mbledhjeve. Më jepni leje, ju lutem. Është urgjente. Burrat dolën. Arbeni mbeti vetëm duke parë telefonin mbi tavolinë. Nëna e tij ishte në anën tjetër. Pas 10 vjetësh, ajo kishte bërë hapin e parë. Me duar që i dridheshin, u përgjigj. Alo? Arben?
Zëri i dritës ishte i dobët, i ngarkuar me emocion. Mami. Fjala doli pothuajse si një pëshpërim. Të dy qëndruan në heshtje, vetëm duke dëgjuar frymëmarrjen e njëri tjetrit. Kishte kaq shumë për të thënë, por fjalët nuk vinin. Drita filloi të qante. Arbeni mbylli syt, duke mbajtur lotët e tij. Bir, unë nuk e di nëse do të flasësh me mua. E di që u grindëm. E di që gabova në shumë gjëra. Por kisha nevojë të dëgjoja. Kisha nevojë të dija nëse je mirë. Arbeni nuk arriti ta mbante veten. Qau siç nuk kishte qarë që fëmijë. Mami, më fal. Më fal për gjithçka. Që të braktisa. Që isha krenar. Që të harrova. Bir, nuk ke nevojë të kërkosh falje. Kam nevojë të lash vetëm. Të lash të kaloje vështirësi. Unë jam një djalë i keq. Jo, Arben. Nuk je. Ti gjithmonë ke qenë një djalë i mirë. Unë isha ajo që nuk dita ti kuptoja zgjedhjet e tua. Unë isha ajo që isha tepër krenare. Të dy qanin, secili në një cep të qytetit, por të lidhur nga ai filli holl dashurie që nuk ishte këputur kurrë plotësisht. Mami, dua të shoh. Mund të shoh? Mundesh, Bir. Edhe unë dua të shoh. Lan takim për të nesërmen. Arbeni sugjeroi një kafe në një vend neutral, por Drita tha se preferonte në shtëpi. Ajo donte që ai të shihte se si jetonte. Pa gënjeshtra. Pa maska. Arbeni ra dakord. Atë natë, asnjëri prej tyre nuk fjeti si duhet. Drita rregulloi dhomën e vogël për të 10ën herë. Arbeni përsëriti me mend se çfarë do të thoshte. Të nesërmen, Arbeni arriti në adresën që i kishte dhënë ema. Ishte një rrugë e thjeshtë në lagjen La Prag. Shtëpi të vjetra. Trotuare të çara. Fëmijë që luanin në rrugë. Ai parkoi bmën dhe shikoi përreth. Kjo i kujtonte fëmijërinë. Rrugët ku ishte rritur. Një kohë që u përpoq ta fshinte nga kujtesa. Ira ziles. Drita hapi derën dhe të dy u pan. Ajo ishte më e moshuar, më e brisht, por ende ishte nëna që ai mbante mend. Ai ishte më i gjatë, më elegant, por ende ishte djali që ajo donte. Mami. Bir. U përqafuan aty në derë duke qarë pa turp. U përqafuan sikur të donin të kompensonin 10 vjet në një moment të vetëm. Drita ndjeu aromën e të birit. Arbeni ndjeu trupin e brisht të së ëmës me skrave të tij. Hyn brenda. Arbeni pa dhomën e vogël. Pa kushtet e vështira. Pa muret e sapolyera, pa e ditur se ishte ai që kishte paguar. U ulën në tryezën e vogël. Drita shërbeu kafe. Arbeni e piu në heshtje, kujtimet i vërshuan në mendje. Biseduan për orë të tëra. Folën për të kaluarën. Për gabimet. Për mërit. Dhe pak nga pak, filluan të ndërtonin një urë mbi humnerën që i ndante. Arbeni tregoi për bizneset. Drita tregoi për vetmin. Arbeni kërkoi falje. Drita gjithashtu kërkoi. Dhe në një moment të caktuar, Arbeni tha diçka që ndryshoi gjithçka. Mami, dua të vish të jetosh me mua. Drita rahu qepallat e habitur. Arben, nuk mund ta pranoj këtë. Mundesh. Unë kam një papafingo të madhe. Ka dhoma bosh. Mund të zgjedhësh cilën të duash. Ose nëse preferon, unë blej një shtëpi për ty. Çfarë të preferosh ti, Bir, nuk i dua gjërat e tua nga mëshira. Nuk është mëshirë, mami. Është dashuri. Është faj. Është gjithçka që nuk bëra dhe duhej ta kisha bërë. Drita qëndroi në heshtje, duke parë të Birin që kishte rigjetur. Më lër të mendohem, Bir. Është shumë ndryshim për një herë. Arbeni e respektoi. Qëndruan edhe pak duke biseduar. Kur u largua, u përqafuan përsëri në derë. Do të kthehem nesër, mami. Dhe pas nesër. Dhe çdo ditë, nëse më lejon. Mund të vish, Bir. Mund të vish gjithmonë. Arbeni doli prej andej i transformuar. Nuk ishte më i njëjti njeri që kishte hyrë. Diçka e thellë kishte ndryshuar brenda tij. Dhe ndërsa kthehej me makinë për në shtëpi, mendoi për Lirën. Për atë vajzë që kishte nisur gjithçka.
Ajo meritonte diçka të veçantë. Ajo meritonte të njihej. Kështu filloi të lindte ideja e fondacionit. Arbeni kaloi javët në vijim duke planifikuar. Donte të krijonte diçka madhështore, por domethënëse. Diçka që do të nderonte Lirën, por që do të ndihmonte edhe fëmijë të tjerë si ajo. Fëmijë që tregonin empati të vërtetë, që vepronin me mirësi edhe pa pasur shumë. Bisedoi me avokat, kontabilist, specialist të sektorit të tretë. Mblodhi një ekip. Përcaktoi objektivat e fondacionit. Do të fokusohej në identifikimin dhe mbështetjen e fëmijëve që tregonin vlera të dëmshurisë, solidaritetit dhe përgjegjësisë sociale. Fondacioni do të ofronte bursa studimi, programe mentorimi, mbështetje financiare për familjet, aktivitete jashtëshkollore. Gjithçka në mënyrë diskrete, pa bujë, pa media. Dhe do të ishte në emër të Lirës. Fondacioni Lira. Arbeni ende nuk I kishte treguar asgjë Anilës apo vajzës. Donte të ishte një surprizë. Donte ta bënte si duhet. Ndërkohë, vazhdonte të vizitonte të ëmën çdo ditë. I çonte ushqime, I çonte dhurata të vogla, I çonte shoqëri. Drita lulëzonte me çdo vizitë. Qeshte më shumë. Fliste më shumë. Kthehej në jetë. Dhe në një nga këto vizita, Arbeni gjeti Anilan dhe Lirën atje. Ato kishin shkuar të vizitonin dritën pa e ditur se ai do të ishte I pranishëm. Kur Arbeni hapi derën dhe pa vajzën të ndalur aty, zemra gati sa nuk I ndaloi. Lira e shikoi me ata sy të zinj e të thellë. Përshëndetje, tha ajo me thjeshtësi. Përshëndetje, u përgjigj Arbeni, zëri I dridhej. Anila e vuri re tensionin. Shikoi burrin e veshur mirë, pastaj teto dritën. Më falni, nuk e dinim që kishit vizitë. Ne kthehemi më vonë. Jo. Drita u ngrit. Nuk ka nevojë të ikni. Ju lutem, qëndroni. Arben, këta janë njerëzit për të cilët të tregova. Anila dhe Lira. Arbeni I shikoi të dyja. Pra ishin ato. Njerëzit që ishin kujdesur për të ëmën kur ai nuk ishte aty. Gëzohem, tha ai, duke I zgjatur dorën Anilës. Arbeni. Anila ja shtrëngoi dorën, pa e kuptuar emocionin që shite në sytë e atij burri. Lira u afrua dhe e shikoi me kureshtje. Ju jeni djali I teto dritës? Jam, u përgjigj Arbeni, duke u gjunjëzuar për të qenë në lartësinë e vajzës. Sa bukur. Ajo fliste shumë për ju. Tha se ju jeni shumë I rëndësishëm. Arbeni ndjeu sytë t'i digjinin. Jo aq sa ti, vogëlushe. Lira anoi kokën, pa kuptuar. Unë? Pse? Arbeni shikoi vajzën që kishte ndryshuar gjithçka. Sepse ti ke një zemër të madhe. Më të madhe se shumë të rritur që njoh. Dhe aty, në atë dhomë të vogël, 4 njerëz u takuan. Secili mbante historitë e veta. Secili ishte gati t'i transformohej jeta përgjithmonë. Takimi në atë dhomë të vogël shënoi fillimin e një faze të re për të gjithë. Arbeni filloi të frekuentonte shtëpinë e së ëmës në të njëjtat ditë që Anila dhe Lira e vizitonin. Në fillim, Anila ndihej në siklet nga prania e atij burri kaq elegant, qartësisht I pasur dhe I rëndësishëm. Por Arbeni bënte çmos të tregohej I thjesht, I afrueshëm, njerëzor. Bisedonin për jetën. Arbeni pyeste për Lirën, për shkollën, për ëndrat e vajzës. Anila tregonte me krenari për të bien, se sa e veçantë ishte, për komentet e mësuesve. Lira, nga ana e saj, bisedonte me Arbenin me të njëjtën natyrshmëri siç bisedonte me çdo. Me çfarë punoni ju? Pyeti Lira një pasdite, ndërsa hanin kek me karota që kishte bërë drita. Unë kam një kompani ndërtimi. Ne ndërtojmë pallate, shtëpi, qendra tregtare. Atëherë ju jeni I pasur? Arbeni buzëqeshi në siklet. Kam disa para, po. Dhe I ndihmoni njerëzit? Sepse kush ka shumë duhet të ndihmoj kë ka pak. Mami im ma ka mësuar këtë. Arbeni shikoi Anilan, e cila u skuq. Më fal, Lira. Nuk mund të bësh pyetje të tilla. Jo, në rregull është. Arbeni shikoi vajzën. Ke të drejtë, Lira. Kush ka shumë duhet të ndihmoj kë ka pak. Dhe unë po mësoj ta bëj këtë. Sa mirë. Lira buzëqeshi.
Sepse bota ka nevojë për njerëz të mirë. Ato fjalë të thjeshta i bën jehon në mendjen e Arbenit për ditë të tëra. Bota ka nevojë për njerëz të mirë. Dhe lira ishte prova e gjallë e kësaj. Disa javë më vonë, Arbeni e thiri Anilan për një bisedë private. Lan takim në një kafene pranë apartamentit të saj. Anila shkoi nervoze, pa e ditur se çfarë ta priste. Arbeni ishte tashmë aty kur ajo arriti. U ngrit me mirësjellje dhe i tërhoqi karrigen. Faleminderit që erdhe, Anila. Asgjë. Për çfarë doni të flisnit? Të lutem, më thirr Arben. Arbeni buzëqeshi. Dhe doja të bëja një propozim. Anila zgurdulloi syt, pa kuptuar. Arbeni mori frym thellë. Unë kam krijuar një fondacion. Quhet Fondacioni Lira. Anila rahu qepallat, e hutuar. Lira? Lira ime? Lira jote. Arbeni pohoi me kokë. Ajo ditë në supermarket ma ndryshoi jetën, Anila. Të shija vajzën tënde duke ndihmuar nënën time, të shija ty duke paguar për blerjet edhe pse nuk kishe shumë, ajo gjë më transformoi. Më bëri të kuptoja se çfarë njeriu i zbrazët isha bërë. Dhe unë dua ta nderoj këtë. Dua ta nderoj vajzën tënde. Unë nuk po kuptoj. Fondacioni do të identifikojë dhe mbështesë fëmijë si Lira. Fëmijë që tregojnë empati të vërtetë, që ndihmojnë të tjerët, që bëjnë mirë pa pritur asgjë në këmbim. Ne do të ofrojmë bursa studimi, programe mentorimi, mbështetje për familjet. Dhe unë dua që Lira të jetë e para që përfiton. Anila ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Arben, nuk di çfarë të them. Nuk ka nevojë të thuash asgjë. Vetëm duhet të pranosh. Ai tërhoqi një dosje dhe e vendosi mbi tavolinë. Këtu është gjithçka e detajuar. Do të doja të financoja studimet e Lirës në një nga shkollat më të mira të Tiranës. Mësim me kohë të plot, aktivitete jashtëshkollore, gjithçka që i nevojitet. Dhe gjithashtu do të doja të ofroja një punë në fondacion, nëse dëshiron. Si koordinatore e mbështetjes familjare. Anila ishte në shok. Një punë? Por unë nuk kam formimin e duhur për këtë. Ti ke diçka më të rëndësishme se formimi. Ti ke empati, ti e di se çdo të thotë të kesh nevojë, ti di si të ndihmosh vërtet. Dhe nëse dëshiron të studiosh, fondacioni do të financojë edhe formimin tënd. Ti gjithmonë ke dashur të studiosh për infermieri, apo jo? Anila zgurdulloi syt. Si e dini ju? Nëna ime më tregoi. Ajo tha se e ke komentuar këtë një herë. Anila mbuloi fytyrën me duar dhe qau. Arbeni priti në heshtje, duke e lënë të përpunonte gjithçka. Pse po e bëni këtë? Pyeti Anila kur arriti të fliste. Sepse vajza jote më mësoi atë që unë e kisha harruar. Ajo më mësoi se një gjest i thjesht mund të ndryshojë jetë. Dhe unë dua që fëmijë të tjerë të kenë mundësinë të jenë si ajo. Dua që bota të ketë më shumë lira. Anila fshiu lotët. Duhet të bisedoj me Lirën. Duhet t'ja shpjegoj. Sigurisht. Nuk ka nevojë të vendosësh tani. Mendoje me qetësi. Por Anila tashmë e dinte përgjigjen. Kjo ishte mundësia që gjithmonë kishte ëndërruar për të bien. Shansi që Lira të kishte një arsim cilësor. Shansi që ajo vetë të realizonte ëndrrën për t'u bërë infermiere. Pranoj. Kur i tregoj Lirës, vajza nuk tregoi shumë entuziazëm për idenë e shkollës private. Për të, shkolla publike ku studionte ishte shumë mirë. Kishte miq, kishte mësuesit që i donte. Por kur Anila i shpjegoi se do të ishte e rëndësishme për të ndihmuar fëmijë të tjerë, Lira e kuptoi. Nëse është për të ndihmuar fëmijë të tjerë, atëherë në rregull. Arbeni filloi të vinte gjithçka në praktikë. E regjistroi Lirën në një nga shkollat private më të mira të Tiranës, pranë liçenit artificial. Një shkollë që vlerësonte jo vetëm njohuritë akademike, por edhe zhvillimin emocional dhe social të nxënësve. Tranzicioni ishte i vështirë në fillim. Lirës i mungonin miqtë e shkollës së vjetër. Fëmijët e shkollës së re ishin ndryshe, vinin nga familje të pasura, disa ishin arrogantë. Por Lira, me personalitetin e saj mikpritës, shpejt fitoi respektin e shokëve. Pati një episod që la gjurmë. Një djalë i klasës, bir biznesmenësh, po tallej me një shoqe klase sepse ajo kishte fituar bursë studimi.
Lira e dëgjoi dhe u afrua. Hej, pse po flet kështu me të? Djali e shikoi Lirën me përbuzje. Sepse ajo nuk duhet të ishte këtu. Kjo shkollë është për njerëz si ne, jo për njerëz të varfër. Lira kryqëzoi krahët. Edhe unë kam bursë. Dhe çfarë pastaj? Djali mbeti pa përgjigje. Lira vazhdoi. Të kesh para nuk të bën më të mirë se askush. Mami im ma ka mësuar këtë. Ajo që ka rëndësi është zemra jonë. Mësuesja që dëshmoi skenën ndërhyri dhe i tërhoqi vërejtje djalit. Më pas, kërkoi Anilan për t'i treguar ngjarjen duke lavdëruar qëndrimin e Lirës. Anila, nga ana e saj, filloi të punonte në fondacion dhe nisi kursin e infermierisë që gjithmonë kishte ëndërruar. Ishin ditë të ngarkuara. Zgjohej herët, e linte Lirën në shkollë, shkonte në mësim, pastaj shkonte në fondacion. Kthehej në shtëpi vonë, por e lumtur. Për herë të parë pas shumë vitesh, Anilës nuk i duhej të shqetësohej për paratë. Arbeni i kishte ofruar një rrogë të drejtë dhe ende paguante të gjitha shpenzimet e Lirës. Ato u transferuan në një apartament më të madh, me 2 dhoma gjumi, ende i thjeshtë, por komod. Arbeni gjithashtu këmbënguli që drita të transferohej. Pas shumë bisedash, ajo pranoi të shkonte të jetonte në një shtëpi të vogël që ai i bleu, disa rrugë larg vendit ku jetonte Anila. Nuk donte të jetonte në Papafingo me të birin. Tha se preferonte të kishte hapësirën e saj, por ishte mirënjohëse për mundësinë. Shtëpia kishte 2 dhoma gjumi, një dhomë ndenjeje komode, kuzhinë të plotë dhe një obor të vogël ku drita filloi të mbillte lule. Ajo e dekoroi gjithçka me thjeshtësi, por me dashuri. Vuri foto të vjetra në mure, foto të saj me të shoqin, foto të Arbenit fëmijë. Arbeni e vizitonte të ëmën çdo javë. I çonte ushqime, i çonte dhurata, i çonte shoqëri. Lidhja mes tyre por i ndërtohej pak nga pak, tull pas tulle. Ende kishte plag, ende kishte mëri të pasgjidhura, por kishte edhe dashuri. Dhe kjo mjaftonte. Fondacioni Lira u rrit shpejt. Arbeni investoi miliona nga xhepi i tij. Mblodhi një ekip kompetent edukatorësh, psikologësh, punonjësish social. Krijuan një proces për identifikimin e fëmijëve që tregonin empati të vërtetë përmes rekomandimeve nga shkollat, komunitetet, organizatat sociale. Grupi i parë kishte 20 fëmijë, përfshirë Lirën. Të gjithë merrnin bursa studimi, familjet e tyre merrnin mbështetje financiare dhe psikologjike, dhe fëmijët merrnin pjesë në programe për zhvillimin e leadershipit dhe përgjegjësisë sociale. Arbeni bënte çmos t'i njihte personalisht secilin fëmijë. Bisedonte me ta, dëgjonte historitë e tyre, kuptonte realitetet e tyre. Dhe çdo histori e transformonte pak më shumë. Një ditë, gjatë një mbledhjeje të fondacionit, një psikologe komentoi diçka që e preku Arbenin. E dini, doktor Arben, ju po bëni një punë të mrekullueshme këtu. Por ndjej se po bëni më shumë për këta fëmijë se sa për veten tuaj. Arbeni rrudhi vetullat. Si kështu? Ju i përkushtoheni kaq shumë fondacionit, vizitoni fëmijët, kujdeseni për gjithçka. Por vëre se jeni vetëm. Kur ishte hera e fundit që u kujdeset për lumturinë tuaj? Arbeni qëndroi në heshtje. Psikologjia kishte të drejtë. Ai jetonte për punën dhe për fondacionin. Nuk kishte jetë personale. Nuk kishte marrëdhënie domethënëse përveç së ëmës. Psikologjia quhej Blerina. Ishte 38 vjeçe, e divorcuar, kishte një vajzë 10 vjeçare. Filloi të punonte në fondacion që në fillim dhe ndante të njëjtin vizion me Arbenin për të bërë mirë pa bujë. Në muajt në vijim, Arbeni dhe Blerina u afruan. Bisedonin shumë gjatë mbledhjeve. Hanin drek bashkë ndonjëherë. Ai admironte pasionin e saj për punën, mënyrën se si i trajtonte fëmijët, vizionin e saj për botën. Dhe në një nga këto dreka, Blerina e preku sërish temën. Arben, mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht. Pse e krijove këtë fondacion? E di që ka të bëj me Lirën, por ndjej se ka diçka më shumë. Arbeni mori frym thellë. E krijova sepse kalova 10 vjet të jetës sime duke qenë egoist. Isha i suksesshëm në biznes, u bëra i pasur, por humba atë që kishte vërtet rëndësi. Braktisa nënën time. Harova se nga vija. U bëra dikush që nuk do të doja ta njihja. Dhe një vajzë 7 vjeçare më mësoi se pasuria nuk është të kesh para.
Është të kesh humanizëm. Blerina I mbajti dorën mbi tavolinë. Dhe ti e mësove mësimin. Po transformohesh. Por nuk mund të harrosh të jetosh gjithashtu. Arbeni e shikoi. Ata sy gështenjë plot mirë kuptim. Ndoshta ke të drejtë. Filluan të takoheshin jashtë pune. Darka, kinema, shëtitje në park. Vajza e Blerinës, Era, shpejt u lidh me Arbenin. Dhe Arbeni, që kur nuk kishte menduar të kishte fëmijë, zbuloi se I pëlqente ai roli figurës atërore. Drita u gëzua shumë kur mësoi se I biri ishte në një lidhje. E njohu Blerinën dhe e miratoi menjëherë. Ajo është e mirë për ty, bir. Gëzohem. Edhe Lira u entuziazmua. Në shkollën e fondacionit krijoi miqësi me Erën. Të dyja u bën të pandashme. 6 muaj pas fillimit të fondacionit, Arbeni mblodhi të gjithë ekipin dhe familjet e fëmijëve përfitues për një event të veçantë. Mori me qira një sallë të bukur, të dekoruar me thjeshtësi por me shije të mirë. Anila ishte nervoze. Nuk ishte mësuar me evente të tilla. Veshi një fustan të thjeshtë që e kishte bler për rastin. Lira mbante veshur një fustan të bardhë që Arbeni ja kishte bërë dhuratë. Drita ishte gjithashtu aty, e bukur në një kostum të ri që I biri ja kishte bler. Arbeni u ngjit në skenë dhe mori mikrofonin. Shikoi të gjithë ata njerëz. Fëmijë, prindër, nëna, gjyshe. Njerëz të thjeshtë, njerëz që luftonin, njerëz që meritonin një shans. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit që jeni këtu. Sot mbushim 6 muaj të fondacionit dhe do të doja të ndaja disa gjëra. Publiku heshti. Disa muaj më parë, unë isha një njeri I humbur. I pasur, po. I suksesshëm, ndoshta. Por I zbrazët. Kisha harruar origjinën time, kisha braktisur nënën time, isha bërë dikush që mendonte vetëm për fitim dhe pushtet. Arbeni bëri një pauzë, zëri I dridhej. Derisa një vajzë 7 vjeçare më mësoi se çfarë ka vërtet rëndësi. Ai shikoi Lirën, e cila ishte ulur në rreshtin e parë pranë Anilës. Lira, mund të vish këtu, të lutem? Vajza u ngrit në siklet dhe u ngjit në skenë. Arbeni u gjunjëzua pranë saj. Kjo vajzë, vazhdoi ai, pa një zonjë të moshuar që nuk arrinte të blinte ushqim. Dhe në vend që të kalonte drejt, në vend që të shtirej sikur nuk e pa, ajo ndaloi. Ajo u kujdes. Ajo ndihmoi. Dhe ajo zonjë ishte nëna ime. Një murmurim përshkoi sallën. Anila zgurdulloi syt, duke kuptuar më në fund gjithçka. Unë isha aty. Pash gjithçka. Pash këtë vajzë duke treguar më shumë dhemshuri në 5 minuta se sa kisha treguar unë në 10 vjet. Dhe kjo më shkatërroi. Më bëri të shikohesha në pasqyrë dhe të urreja atë që shija. Por gjithashtu më dha shpresë. Sepse nëse një fëmijë që nuk kishte pothuajse asgjë mund të ishte kaq bujar, atëherë unë, që kisha kaq shumë, gjithashtu mund të ndryshoja. Arbeni u ngrit duke mbajtur dorën e Lirës. Për këtë arsye e krijova këtë fondacion. Për të nderuar këtë vajzë. Për të gjetur fëmijë të tjerë si ajo. Për t'i treguar botës se ende ekziston mirësia, ende ekziston empatia, ende ekziston shpresa. Dhe ky fondacion nuk është I imi. Është I juaj. Është I fëmijëve. Është I të gjithë atyre që besojnë se mund ta bëjmë botën më të mirë, një gjest në një kohë. Publiku shpërtheu në duar trokitje. Drita qante në rreshtin e parë. Edhe Anila. Blerina, e ulur pranë dritës, buzëqeshte e prekur. Arbeni shikoi Lirën. Faleminderit që më shpëtove. Lira, me thjeshtësinë e saj, vetëm buzëqeshi dhe e përqafoi. Ajo natë shënoi fillimin e vërtet të gjithçkaje. Fondacioni fitoi më shumë vizibilitet. Jo sepse Arbeni kërkoi mediat, por sepse historitë u përhapën natyrshëm. Gazetarët filluan të hetonin. Programet televizive kërkuan intervista. Arbeni I refuzoi të gjitha. Nuk donte projektor. Nuk donte të shfaqej. Donte vetëm të bënte mirë. Por historia e Lirës dhe e fondacionit arriti në veshët e shumë njerëzve. Donacionet filluan të vinin. Kompanitë të tjera u ofruan të ndihmonin. Shkollat donin të merrnin pjesë në programin e identifikimit të fëmijëve. Fondacioni u rrit. Nga 20 fëmijë kaloi në 50, pastaj 100, pastaj 200.
hapën zyra në qytete të tjera. Ndikimi ishte real dhe i matshëm. Anila e përfundoi kursin e infermierisë me rezultate të shkëlqyera. Arbeni e punsoi për të punuar në spitalin pediatrik që fondacioni po ndërtonte. Ajo më në fund realizoi ëndrrën e saj për të kujdesur për fëmijët si infermiere. Drita, e frymëzuar nga gjithçka që po ndodhte, filloi të shkruante. Shkruante për jetën, për vetmin, për ribashkimin me të birin. Shkruante për padukshmërinë e të moshuarve në shoqëri. Blerina, e cila kishte shumë kontakte në botën botuese, e ndihmoi Dritën të botonte një libër. Libri quhej Kur nuk është vonë për të rifilluar dhe tregonte historinë e Dritës në mënyrë të sinqertë dhe prekëse. Flitej për vejusin, për largimin e të birit, për vitet e vetmisë. Dhe flitej për ditën kur një vajzë e vogël e bëri të ndiej e parë sërish. Libri u bë bestseller kombëtar. Drita filloi të ftohej në leksione, në programe televizive. Ajo, që kishte qenë e padukshme për kaq shumë kohë, tani kishte një zë. Dhe e përdorte këtë zë për të mbrojtur të moshuarit, për të folur për dinjitetin, për të frymëzuar njerëz të tjerë. Të gjitha paratë që fitoi me librin i dhuroi për projekte në mbështetje të moshuarve në situatë të vështirë. Ajo nuk kishte nevojë për para. I biri kujdesej për të. Por donte të bënte një ndryshim. Arbeni dhe Blerina u martuan në një ceremoni të thjeshtë, vetëm me familjen dhe miqtë e afërt. Drita qau nga lumturia. Anila dhe Lira ishin aty. Era ishte shoqëruese e nuses. Arbeni ishte rrezatues. Shikonte Blerinën dhe shihte jo vetëm një grua, por një partnere jete dhe qëllimi. Së bashku, ata drejtonin fondacionin me dashuri dhe për kushtim. Vendosën që Arbeni të largohej gradualisht nga drejtimi i drejtpërdrejt i kompanive të tij të ndërtimit. Do të vazhdonte si aksioner kryesor, por do t'ia delegonte menaxhimin njerëzve të tjerë. Donte t'ia kushtonte kohën fondacionit, fëmijëve, transformimit të jetëve. Ndryshimi nuk ishte i lehtë. Pati rezistencë nga ortakët, nga aksionerët. Por Arbeni ishte i vendosur në vendimin e tij. Parat nuk e motivonin më. Qëllimi po. Lira rritej e bukur dhe e mençur. Në moshën 9 vjeçare, tashmë merrte pjesë aktivisht në fondacion. Jo në mënyrë simbolike, por reale. Kishte ide, jepte sugjerime, ndihmonte në identifikimin e fëmijëve të tjerë. Arbeni krijoi një këshill të rinj brenda fondacionit. Përbëhej nga Lira dhe 10 fëmijë të tjerë përfitues të programit. Ata mblidheshin një herë në muaj për të diskutuar përmirësime, për të propozuar projekte të reja, për të dhënë zë nevojave të tyre. Një nga idetë që doli nga ky këshill ishte krijimi i një programi vëllazërimi mes fëmijëve. Fëmijët që ishin në fondacion prej më shumë kohësh vëllazëroheshin me të sapoardhurit, duke ofruar mbështetje emocionale dhe orientim. Lira ishte motra e parë. U vëllazërua me një vajzë 7 vjeçare të quajtur Beatrisa, e cila vinte nga një familje shumë e varfër e periferisë. Beatrisa ishte e turpshme, e frikësuar nga gjithçka që po ndodhte. Por Lira e priti me durim dhe dashuri. Bisedonin çdo javë. Lira e ndihmonte Beatrisën me detyrat e shtëpisë, i tregonte histori se si kishte qenë për të në fillim, e inkurajonte vajzën të merrte pjesë në aktivitete. Në 6 muaj, Beatrisa ishte transformuar. Më e sigurt, më e lumtur, më e integruar. Dhe Lira ndjente një krenari të pamas që kishte ndihmuar. Anila vëzhgonte të bien të rritej me admirim. Lira po bëhej një ere e jashtëzakonshme. Vazhdonte me të njëjtën zemër bujare, por tani kishte edhe ndërgjegjen e ndikimit që mund të gjeneronte. Të dyja ende jetonin në apartamentin me 2 dhoma. Anila nuk donte të pranonte një shtëpi më të madhe kur Arbeni ja ofroi. Tha se ishte e lumtur aty ku ishte, se nuk kishte nevojë për luks. Por Arbeni bënte çmos të ndihmonte në mënyra të tjera. Paguan të gjitha faturat, siguronte që të mos mungonte asgjë, ofronte udhëtime gjatë pushimeve. Anila pranonte me mirënjohje, duke e ditur se ishte mënyra që Arbeni kishte për të falënderuar për gjithçka. Drita, në moshën 76 vjeçare, ishte e panjohshme. Gruaja e brish dhe e padukshme e supermarketit ishte transformuar në një aktiviste të respektuar. Jepte leksione në përvend, shkruante artikuj, merrte pjesë në debate mbi politikat publike për të moshuarit. Marrëdhënia e saj me Arbenin ishte e konsoliduar. Hanin darkë bashkë çdo javë.
Ai e çonte për shëtitje, për të njohur vende të reja. Kompensonte kohën e humbur me prani të vazhdueshme. Dhe kështu, 3 vjet pas atij takimi në supermarket, të gjithë ishin transformuar. Arbeni pushoi se qeni biznesmeni i ftohtë dhe i largët për t'u bërë një filantrop i përkushtuar. Drita pushoi se qeni zonja e padukshme për t'u bërë një zë aktiv dhe i respektuar. Anila realizoi ëndrrën e saj për t'u bërë infermiere dhe punonte me dashuri. Dhe Lira, vajza që kishte nisur gjithçka, vazhdonte të ishte drita që i udhëhiqte të gjithë. Fondacioni tashmë kishte ndikuar më shumë se 1000 fëmijë në të gjithë vendin. Rezultatet ishin mbresëlënëse. Fëmijët që më parë nuk kishin perspektiv tani ëndërronin për universitete. Familjet që jetonin në mjerim tani kishin dinitet. Dhe gjithçka kishte filluar me një gest të thjeshtë. Një vajzë që pa një zonjë në vështirësi dhe vendosi të ndihmonte. Ndonjëherë, Lira mendonte për atë ditë. Kujtonte fytyrën e Teto Dritës, lotët, për qafimin e ngrohtë. Nuk e dinte atëherë se ai moment do të ndryshonte kaq shumë jetë. Vetëm dinte se dikush kishte nevojë për ndihmë dhe ajo mund të ndihmonte. Dhe ndoshta ky ishte mësimi më i rëndësishëm i të gjithave. Nuk ishte e nevojshme të kishe shumë për të bërë një ndryshim. Nuk ishte e nevojshme të ishe i pasur apo i fuqishëm. Mjaftonte të kishe zemër. Mjaftonte ta shije tjetrin. Mjaftonte të kujdeseshe. Arbeni e mësoi këtë në mënyrën më të vështirë. Iu desh të shite një fëmijë duke bërë atë që ai duhej të kishte bërë. Iu desh të përballej me dështimin e tij. Por mësoi. Dhe u transformua. Dhe tani, së bashku, të gjithë ata po shkruanin një histori të re. Një histori dashurie, faljeje, rifillimi dhe shprese. Një histori që dëshmonte se kur nuk është vonë për të ndryshuar. Se gjithmonë ka kohë për të qenë më i mirë. Dhe se një gjest i vetëm mirësie mund të krijojë valë që arrin vende të paimagjinueshme. 5 vjet kishin kaluar që nga ajo pasdite shtatori në supermarket. 5 vjet që dukeshin si një jetë e tërë. Lira tani ishte 12 vjeçe dhe e panjohshme. Jo në thelb, ai vazhdonte të ishte i njëjti, por në qëndrim, në besim, në ndërgjigjen e ndikimit që ekzistenca e saj gjeneronte në botë. Ishte një mëngjes e shtunë dhe Lira ishte në dhomën e saj, duke përsëritur me mend fjalimin që do të mbante atë natë. Fondacioni Lira mbushte 5 vjet dhe do të kishte një ceremoni të madhe. Nuk ishte lloji i eventit që i pëlqente Arbenit, por këtë herë ai kishte rënë dakord. Ishte e rëndësishme të festohej, të njihej puna, të frymëzoheshin më shumë njerëz. Lira shikoi në pasqyrë. Shihte një vajzë të gjatë për moshën, me flokë të gjatë dhe të errët që tani i lidhte në një topuz elegant, sy që ende shkëlqenin me të njëjtën thellësi si kur ishte 7 vjeçe. Kishte veshur një fustan blu të errët, të thjeshtë por të bukur. Nuk i pëlqenin rrobat e bujshme. Preferonte thjeshtësinë. Anila hyri në dhomë. Në moshën 37 vjeçare ishte rrezatuese. Fytyra kishte më pak shenja lodhjeje, syt I shkëlqenin nga realizimi. Punonte në spitalin pediatrik të fondacionit dhe e donte çdo ditë. E vishte me krenari uniformën e infermieres, kujdesej për fëmijët me përkushtim, realizonte ëndrrën që e kishte ruajtur për kaq shumë vite. Bia ime, je nervoze? Anila u ul në krevat pranë Lirës. Pak. Ka shumë njerëz. Dhe do të transmetohet në televizion. Do t'ja dalësh mban. Gjithmonë ja del, Anila I përkëdheli flokët së bijës. Jam kaq krenare për ty Lira buzëqeshi. Mami, ti gjithmonë e thua këtë. Sepse është gjithmonë e vërtetë. Anila e përqafoi të bijën. E mban mend kur jetonim në atë apartament të vogël? Kur unë punoja në 2 punë dhe mezi na dilnin paratë? E mbaj mend. Lira mbështeti kokën në shpatullën e së-ëmës. Ndonjëherë duket si një ëndër. Gjithçka që ndodhi. Gjithçka që ndryshoi. Por ishte reale, mami. Dhe ishte për shkak të asaj pasditeje në market. Jo, bia ime. Ishte për shkak të zemrës tënde. Mund të kishe kaluar drejt. Mund ta kishe injoruar Teto Dritën. Por ti ndalove. Ti u kujdese. Lira qëndroi në heshtje. Ende e mbante mend qartë atë ditë. Vështrimin e humbur të zonjës, duart që dridheshin duke mbajtur kutinë e supës, lotët që rridhnin kur ajo ofroi ndihmë.
Mami, unë vetëm bëra atë që mendoja se ishte e drejtë. Nuk e dija se do të ndryshonte kaq shumë gjëra. Dhe pikërisht për këtë ndryshoi. Sepse ti nuk e bëre duke pritur shpërblim. Ti e bëre sepse ndjeve se duhej. Të dyja u përqafuan në heshtje. Jashtë, Tirana zgjohej për një ditë tjetër. Qyteti vazhdonte të ishte i njëjti, i trazuar, i zhurmshëm, i pamas. Por brenda atij apartamenti, brenda atij përqafimi, kishte paqe. Në anën tjetër të qytetit, në shtëpinë e dritës, zonja 79 vjeçare përgatitej për ceremoninë. Ishte shumë ndryshe nga gruaja e brish që hezitonte para një kutije supe vite më parë. Tani vishte një fustan elegant që i biri ja kishte bler, flokët e thinjur i kishte rregulluar në një model të bukur, dhe fytyra, megjithse e shënuar nga vitet, shkëlqente nga vitaliteti. Libri i saj, kur nuk është vonë për të rifilluar, ishte në botimin e dytë dhe vazhdonte të shitej mirë. Leksionet që jepte mbi padukshmërinë e të moshuarve kishin ndikuar në politikat publike. Ajo ishte bërë një referencë në këtë fushë, e konsultuar nga qeveritë dhe organizatat. Por ajo që e bënte më të lumtur nuk ishte njoja. Ishte të kishte të birin përsëri. Ishte të kishte një familje. Ishte të kishte një qëllim. Arbeni erdhi për ta marrë. Hyri në shtëpinë që i kishte bler së ëmës dhe buzëqeshi kur e pa të rregulluar. Je shumë e bukur, mami. Ah, bir. Drita bëri një gjest me dorë, por ishte dukshëm e kënaqur. Edhe ti je i pashëm. Arbeni kishte veshur një kostum diskret, pa kravatë. Në moshën 51 vjeçare, dukej më i ri dhe më i gjallë se kurrë. Pesha që mbante mbi shpatulla vite më parë ishte zhdukur. Tani buzëqeshte me lehtësi, përqafonte shpesh, shfaqte emocion pa turp. Je nervoze për sot? E pyeti ai ndërsa e ndihmonte të ëmën të hynte në makinë. Pak. Do të flas edhe unë, apo jo? Për librin, për fondacionin. Do t'ja dalësh mban. Arbeni. I mbajti dorën së ëmës. Gjithmonë ja del drita shtrëngoi dorën e të birit. Kush do ta thoshte, apo jo? Që do të arrinim deri këtu. Arbeni ndjeu një ny në fyt. Kush do ta thoshte? Udhëtuan në heshtje komode deri në vendin e eventit. Ishte një qendër konferencash në zonën e liçenit, e dekoruar me thjeshtësi, por me shije të mirë. Fotot e fëmijëve përfitues të fondacionit mbulonin muret. Dëshmi në video shfaqeshin në ekrane të mëdha. Atmosfera ishte e festës dhe mirënjohjes. Blerina ishte aty herët duke organizuar detajet e fundit. Si psikologe kryesore e fondacionit, ajo koordinonte të gjitha programet e mbështetjes emocionale për fëmijët dhe familjet. Por më shumë se kaq, ajo ishte partnerja e Arbenit në gjithçka. Së bashku, kishin ndërtuar diçka të jashtëzakonshme. Era, vajza e Blerinës, tani 15 vjeçe, ndihmonte në pritjen e të ftuarve. Ajo dhe Lira ishin bërë motra zemre. Studionin në të njëjtën shkollë, merrnin pjesë së bashku në aktivitetet e fondacionit, ndanin ëndra dhe sekrete. Salla filloi të mbushej. Qindra njerëz mbërrinin. Fëmijë përfitues të fondacionit dhe familjet e tyre. Mësues. Psikolog. Punonjës social. Donator. Gazetar. Autoritetet. Arbeni i përshëndeste të gjithë, por sytë e tij kërkonin Lirën. Kur e pa të hynte me Anilan, ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ajo vajzë ja kishte ndryshuar jetën. E kishte shpëtuar nga vetja. Lira, eja këtu. Arbeni i bëri shenjë. Vajza u afrua. Përshëndetje, Arben. Ai u gjunjëzua për të qenë në lartësinë e saj, edhe pse ajo ishte pothuajse aq e gjatë sa ai. Gati për fjalimin? Mendoj se po. Jam nervoze. Nuk ka nevojë të jesh. Ti vetëm duhet të flasësh nga zemra. Siç bën gjithmonë. Lira buzëqeshi. Edhe ti do të flasësh? Do të flas. Por pas teje. Ti je ylli i mbrëmjes. Nuk doja të isha yll. Vetëm doja të ndihmoja. Arbeni ndjeu sytë t'i digjinin. E di. Dhe pikërisht për këtë je e veçantë. Ceremonia filloi saktësisht në orën 7 të mbrëmjes. Salla ishte plot. Kamerat televizive ishin pozicionuar strategjikisht.
Gjithçka do të transmetohej drejt për drejt në një rrjet kombëtar. Blerina ishte e para që foli. Unë gjit në skenë dhe falenderoj të gjithë për praninë. Foli për punën e fondacionit për shifrat mbresëlënëse. Më shumë se 3.000 fëmijë ishin përfitues. 50 shkolla partnere. 20 qytete të mbuluara. Qindra familje të transformuara. Më pas, ishte radha e dritës. Ajo unë gjit në skenë me ndihmën e Arbenit dhe mori mikrofonin me duar që ende i dridheshin lehtë, por tani nga emocioni, jo nga dobësia. Mirëmbrëma të gjithëve. Drita shikoi publikun. 5 vjet më parë, unë isha një grua e padukshme. Jetoja vetëm, pa perspektiv, pa shpresë. Mendoja se jeta ime kishte mbaruar, se nuk kisha më rëndësi për askën. Ajo bëri një pauzë, e prekur. Derisa një vajzë 7 vjeçare më pa. Më vuri re. U kujdes për mua. Heshtja në sallë ishte absolute. Ajo vajzë nuk më njihte. Nuk e dinte emrin tim, historinë time, asgjë. Por ajo pa se kisha nevojë për ndihmë dhe ma ofroi. Pa menduar 2 herë. Pa pritur asgjë në këmbim. Vetëm sepse kishte një zemër të mirë. Drita fshiu një lodh. Dhe ai gjest ma ndryshoi jetën. Më dha shpresë përsëri. Më tregoi se ende kishte mirësi në botë. Ajo shikoi Lirën, e cila ishte ulur në rreshtin e parë. Lira, ti nuk e di se çfarë dhurate më dhe atë ditë. Ti më dhe dinjitet. Më dhe një qëllim. Më dhe dëshirën për të jetuar. Dhe unë do të jem përjetësisht mirënjohëse. Publiku duar trokiti. Lira qante në heshtje. Anila i mbante dorën. Drita vazhdoi. Sot, unë kam djalin tim përsëri. Kam një familje. Kam një qëllim. Shkruaj, mbaj leksione, ndihmoj të moshuar të tjerë. Gjithçka sepse një fëmijë më mësoi se kur nuk është vonë për të rifilluar. Faleminderit, Lira. Faleminderit që më shpëtove. Publiku u ngrit dhe duar trokiti në këmbë. Drita zbriti nga skena dhe shkoi direkt të përqafonte Lirën. Të dyja qanë së bashku. Arbeni ishte i radhës që foli. Unë gjit në skenë ende i prekur nga fjalimi i së ëmës. Mirëmbrëma. Arbeni mori frym thellë. 5 vjet më parë, unë isha një njeri i pasur, por i zbrazët. Kisha ndërtuar një perandori financiare, por kisha humbur humanizmin tim. Braktisa nënën time, gruan që më dha jetën, sepse kisha turp nga origjina ime. Sepse mendoja se të isha i pasur më bënte më të mirë se të tjerët. Ai bëri një pauzë, zëri i dridhej. Derisa një pasdite në një supermarket të zakonshëm, dëshmova një skenë që ndryshoi gjithçka. Pash një vajzë 7 vjeçare duke ndihmuar nënën time. Pash atë fëmijë duke treguar më shumë dhemshuri në 5 minuta se sa kisha treguar unë në 10 vjet. Dhe kjo më shkatërroi. Arbeni shikoi Lirën. Lira, ti më tregove se çfarë njeriu i zbrazët isha bërë. Dhe në të njëjtën kohë, më dhe shpresë se mund të ndryshoja. Ti më shpëtove nga vetja. Më rilidhe me humanizmin tim. Më mësove se pasuria nuk është të kesh para. Është të kesh zemër. Ai i zgjati dorën Lirës. Eja këtu, të lutem. Lira u ngjit në skenë, këmbët i dridheshin. Arbeni e tërhoqi. Pran vetes. Për shkak të kësaj vajze, e krijova këtë fondacion. Për shkak të saj, rigjeta nënën time. Për shkak të saj, u bëra një njeri më i mirë. Dhe tani, Lira do të na tregoj se çfarë ka mësuar në këto 5 vjet. Arbeni zbriti nga skena, duke e lënë Lirën vetëm me mikrofonin. Ajo shikoi publikun. Qindra njerëz e shikonin. Kamerat e filmonin. I gjithë vendi po e ndiqte. Mori frym thellë dhe filloi. Përshëndetje. Emri im është Lira dhe jam 12 vjeçe. 5 vjet më parë, bëra diçka që e mendoja të thjeshtë. Pash një zonjë që kishte nevojë për ndihmë dhe ja ofrova. Nuk e dija se ajo zonjë ishte nëna e Arbenit. Nuk e dija se ai po shikonte. Nuk e dija se kjo do të ndryshonte kaq shumë jetë. Zëri i saj ishte i qartë, i vendosur. Mami im gjithmonë më ka mësuar se të ndihmosh të tjerët është e rëndësishme. Se nuk ka rëndësi sa kemi, gjithmonë mund të bëjmë diçka. Dhe atë ditë, unë vetëm ndoqa atë që më tha zemra.
Ajo shikoi Anilan, e cila qante në publik. Ndonjëherë njerëzit mendojnë se për të bërë një ndryshim duhet të kesh shumë para, shumë pushtet. Por nuk është e vërtetë. Për të bërë një ndryshim, ne vetëm duhet ta shohim tjetrin. Ta vëmë re personin. Të na bëhet vonë. Lira bëri një pauzë duke organizuar mendimet. Në këto 5 vjet kam mësuar shumë gjëra. Kam mësuar se përgjegjësia nuk është të bësh gjëra kur të gjithë po shikojnë. Është t'i bësh kur askush nuk po shikon. Është të ndihmosh edhe pa fituar asgjë. Është të kujdesesh sepse kjo ka rëndësi. Publiku dëgjonte në heshtje absolute. Kam njohur qindra fëmijë përmes fondacionit. Fëmijë që gjithashtu kanë zemra të mira. Fëmijë që ndihmojnë familjet e tyre, që kujdesen për vëllezërit e motrat më të vegjël, që ndajnë atë pak që kanë. Dhe kuptova se nuk jam e veçantë. Të gjithë këta fëmijë janë të veçantë gjithashtu. Ata vetëm kishin nevojë për një mundësi. Lira shikoi Arbenin. Arbeni ma dha këtë mundësi. Por më shumë se kaq, ai besoi se gjesti im kishte një kuptim. Ai e transformoi një moment të vogël në një lëvizje të madhe. Dhe tani, fondacioni ndihmon mijëra fëmijë. Ajo mori frymë thellë para se të vazhdonte. Por dua të them diçka të rëndësishme. Fondacioni është i mrekullueshëm. Puna është e pabesueshme. Por asgjë nga këto nuk do të kishte rëndësi nëse nuk do të ndryshonim vërtet. Nëse unë do të kisha fituar një bursë, por do të vazhdoja të isha egoiste, nuk do të vlente asgjë. Nëse Arbeni do ta kishte krijuar fondacionin vetëm për t'u dukur, nuk do të vlente asgjë. Lira shikoi publikun. Ajo që ka rëndësi është ajo që mbajmë në zemër. Është se si i trajtojmë njerëzit. Është nëse zgjedhim ta shohim tjetrin apo të kalojmë drejt. Sepse çdo ditë ne kemi zgjedhje të vogla. Të ndihmojmë apo të injorojmë. Të kujdesemi apo të harrojmë. Dhe janë këto zgjedhje të vogla që ndërtojnë atë që jemi. Ajo bëri një pauzë, e prekur. Atë ditë në supermarket, unë zgjodha të ndaloja. Zgjodha ta shija teto dritën. Zgjodha të ofroja ndihmë. Dhe kjo zgjedhje e vogël ndryshoi jetën time, ndryshoi jetën e saj, ndryshoi jetën e Arbenit, ndryshoi jetën e mamas sime. Dhe tani po ndryshon jetën e mijëra fëmijëve. Lira fshiu një lodh. Pra, kërkesa ime për të gjithë ju është e thjeshtë. Bëni zgjedhje të mira. Shihini njerëzit. Kujdesuni. Jo sepse do të fitoni diçka. Jo sepse dikush po filmon. Por sepse është e drejtë. Sepse jemi njerëz. Sepse mund të bëjmë një ndryshim. Publiku shpërtheu në duartrokitje. Të gjithë u ngritën. Arbeni qante pa u fshehur. Drita mbulonte fytyrën me duar. Anila përqafonte Blerinën, të dyja në lodh. Lira zbriti nga skena dhe shkoi direkt në prerin e SM-s. Anila e përqafoi fort duke i përshpëritur fjalë krenarie në vesh. Pjesa tjetër e ceremonisë ishte një festë. Prezantime muzikore. Dëshmi fëmijësh. Video që tregonin punën e fondacionit. Falënderime për donatorët dhe partnerët. Kur mbaroi, ishte kaluar ora 10 e natës. Njerëzit u larguan pak nga pak. Arbeni qëndroi duke ndihmuar në organizim, duke biseduar me të ftuarit e fundit, duke falënderuar për praninë. Lira ishte e lodhur, por e lumtur. U ul në një stol në kopshtin e jashtëm të qendrës së konferencave, duke parë yjet. Tirana rrallë kishte qiell të pastër, por atë natë disa yje arrinin të çanin ndotjen luminoze. Arbeni e gjeti aty. Mund të ulem? Sigurisht. Lira i bëri vend në stol. Qëndruan në heshtje për disa minuta, vetëm duke soditur qiellin. Fjalimi yt ishte i pabesueshëm, tha Arbeni më në fund. Faleminderit. Kisha frikë se mos harroja diçka. Ti fole nga zemra. Ishte perfekt. Më shumë heshtje komode. Lira, ka diçka që nuk ta kam treguar kurrë. Arbeni u kthye nga ajo. Çfarë? Atë ditë në supermarket, kur ti ndihmove nënën time, unë isha aty. Pash gjithçka. Dhe kur kuptova se ajo zonjë ishte nëna ime, që e kisha braktisur, që po kalonte vështirësi ndërsa unë kisha kaq shumë, e urreva veten. E urreva sikur më parë. Lira e shikoi, e habitur. Doja të vdisja nga turpi.
Doja të zhdukesha. Sepse një fëmijë 7 vjeçar po bënte atë që unë duhej ta kisha bërë. Dhe kjo më shkatërroi. Arbeni fshiu një lodh. Por gjithashtu më shpëtoi. Sepse më tregoi se mund të ndryshoja. Se nuk ishte vonë. Kur nuk është vonë, tha Lira me thjeshtësi. Jo. Nuk është. Dhe ti ma mësove këtë. Arbeni i mbajti dorën vajzës. Lira, e di që fondacioni mban emrin tënd. E di që njerëzit të shohin si frymëzim. Por dua të dish se ti je më shumë se kaq për mua. Çfarë jam? Ti je busulla ime morale. Je frymëzimi im. Je prova e gjallë se mirësia ekziston. Sa herë që mendoj të dorëzohem, të kthehem në atë që isha, mendoj për ty, mendoj për atë gjest të thjesht në supermarket. Dhe kujtoj se çfarë ka vërtet rëndësi. Lira ja shtrëngoi dorën. Ti je një njeri i mirë, Arben. Ti ndryshove. Ti ndihmon kaq shumë njerëz tani. Vetëm sepse ti më mësove. Arbeni buzëqeshi mes lotësh. E di se çfarë do të bësh kur të rritesh. Lira mendoi për një moment. Dua të studioj psikologji. Ose punë sociale. Dua të vazhdoj të ndihmoj fëmijët. Mendoj se kjo është ajo që kam ardhur të bëj në botë. Do të jesh e mrekullueshme. Arbeni e përqafoi vajzën. Tashmë je e mrekullueshme. Qëndruan aty të përqafuar në yjet e pakta të dukshme të Tiranës. Dy njerëz që një takim i rastësishëm i kishte lidhur përgjithmonë. Një biznesmen që kishte rigjetur humanizmin e tij. Një vajzë që kishte ndryshuar botën me një gest të thjeshtë. Anila u shfaq në derë. Lira, duhet të shkojmë. Është bërë vonë. Lira u ngrit. Mirupafshim, Arben. Faleminderit për gjithçka. Faleminderit ty për gjithçka. Vajza vrapoi drejt së ëmës. Arbeni qëndroi aty i vetëm në stol duke i parë të largoheshin. Nën e bi. 2 luftëtare. 2 gra të mrekullueshme. Blerina u afrua dhe u ul pranë tij. Je mirë? Jam. Arbeni buzëqeshi. Vetëm po mendoja sa qesharake është jeta. Pse? Sepse 5 vjet më parë unë kisha gjithçka dhe nuk kisha asgjë. Sot kam më pak gjëra materiale, por kam gjithçka që ka rëndësi. Kam nënën time. Kam ty, kam një qëllim. Kam paqe. Blerina mbështeti kokën në shpatullën e tij. E meritove këtë paqe? Jo. Nuk e meritova. Por u bekova me të gjithsesi. Të dy qëndruan aty duke parë natën. Në muajt që pasuan ceremoninë, fondacioni fitoi edhe më shumë vizibilitet. Fjalimi i Lirës u bë viral në rrjetet sociale. Miliona njerëz e pan. Qindra shkolla kërkuan ta përdornin videon në klasë. Lëvizja u rrit. Por Lira vazhdoi të ishte Lira. Nuk e la famën t'i hipte në kokë. Vazhdonte të studionte, të ndihmonte në shtëpi, të merrte pjesë në fondacion, të kujdesej për shokët. Në moshën 13 vjeçare, krijoi një projekt paralel brenda fondacionit të quajtur Gjeste të vogla, ndryshime të mëdha. Ishte një program për nxitjen e akteve të rastësishme të mirësisë. Fëmijët inkurajoheshin të bënin diçka të mirë çdo javë dhe të ndanin përvojat e tyre. Projekti u përhap. Shkollat e adoptuan. Familjet morën pjesë. Së shpejti, mijëra fëmijë në të gjithë vendin po bënin gjeste të vogla mirësie dhe po ndryshonin komunitetet e tyre. Anila, duke parë ndikimin e SBI-s, shkroi një artikull për një revistë shëndetësore mbi rëndësinë e empatisë në zhvillimin e fëmijëve. Artikulli u prit mirë dhe ajo filloi të ftohej në leksione. Nën e bi, secila në mënyrën e saj, po bënin një ndryshim. Drita, në moshën 80 vjeçare, botoi librin e saj të dytë, Forca e rifillimeve. Në të, ajo përmblodhi histori njerëzish që kishin ndryshuar jetën pas situatave të vështira. Libri përfshinte historinë e saj, por edhe atë të Arbenit, të Anilës, të Lirës dhe të 10 njerëzve të tjerë të lidhur nga fondacioni. Libri u bë një fenomen shitjesh. Drita i dhuroi të gjitha fitimet fondacionit. Arbeni dhe Blerina e zgjeruan punën në vende të tjera. Filluan në Ballkan, pastaj në Evropë. Modeli i fondacionit ishte i riprodhueshëm dhe funksiononte. Të identifikoje fëmijë me empati të vërtetë.
ti mbështesje. Tu transformoje jetën. Të krijoje një rrjet mirësie. Dhe gjithçka kishte filluar me Lirën. Vitet kaluan. Lira mbaroi shkollën 9 vjeçare, hyri në gjimnaz. Vazhdonte të ishte një referencë në shkollë, mes miqve, në fondacion. Por kur nuk harroi se nga vinte. Kur nuk harroi apartamentin e vogël, ditët e vështira, luftën e SM-s. Vizitonte rregullisht komunitetet në nevojë, bisedonte me fëmijët në situatë të vështirë, ofronte shpresë përmes historisë së saj. Arbeni, tani plotësisht i larguar nga biznesi, ja kushtonte 100% të kohës filantropisë. Nuk pendohej. Paratë që kishte ishin më se të mjaftueshme. Ajo që kishte rëndësi tani ishte trashëgimia. Dhe çfarë trashëgimie po ndërtonte? Fondacioni Lira ishte bërë një nga organizatat sociale më të mëdha në rajon. 10 mijëra fëmijë përfitues. Qindra projekte. Miliona jetë të ndikuara. Por shifrat nuk ishin më të rëndësishme. Më të rëndësishmet ishin historitë. Vajza që doli nga mjerimi dhe u bë mjeke. Djali që ka përceu braktisjen dhe u bë mësues. Adoleshentja që humbi familjen por gjeti një qëllim duke ndihmuar. Jetim të tjerë. Çdo histori ishte një mrekulli. Çdo jetë e transformuar ishte një fitore. Dhe gjithçka kishte filluar në atë supermarket, atë pasdite të zakonshme shtatori, me një vajzë 7 vjeçare që vendosi të ndalonte dhe të kujdesej. Lira, tani 16 vjeçe, shkruante në ditarin e saj. Ishte një zakon që e kishte që fëmijë. Shënonte mendime, reflektime, mësime. Atë natë, shkroi diçka që përmblidhte gjithçka. Sot e kuptoj se ajo ditë në supermarket nuk ishte rastësi. Ishte qëllim. Unë isha aty në atë moment sepse duhej të isha. Teto drita duhej të shihej. Arbeni duhej të zgjohej. Dhe unë duhej të mësoja se gjestet e mia kanë rëndësi. Se të gjithë ne mund të bëjmë një ndryshim. Nuk ka rëndësi mosha. Nuk ka rëndësi sa kemi. Ajo që ka rëndësi është zemra. Ajo që ka rëndësi është të zgjedhësh ta shohësh tjetrin. Të zgjedhësh të kujdesesh. Të zgjedhësh të duash. Sepse në fund, kjo është ajo që mbetet. Jo çmimet. Jo paratë. Jo fama. Mbetet dashuria që dham. Jetët që prekëm. Njerëzit që ndihmuam të ngrijeshin. Dhe unë dua që kur të largohem, njerëzit të më kujtojnë kështu. Si dikush që pa. Dikush që u kujdes. Dikush që deshi. Mbylli ditarin dhe shikoi nga dritarja. Tirana shkëlqente poshtë, e gjallë dhe e trazuar si gjithmonë. Miliona njerëz. Miliona histori. Miliona mundësi për të bërë një ndryshim. Dhe Lira e dinte se çdo ditë ishte një shans i ri. Një mundësi e re për të zgjedhur mirësinë. Për të zgjedhur dashurinë. Për të zgjedhur ta bëje botën një vend më të mirë. Sepse kjo ishte ajo që kishte mësuar. Se të transformoje botën nuk kërkonte superfuqi. Kërkonte vetëm guxim për të parë. Dhe mshuri për t'u kujdesur. Dhe dashuri për të vepruar. Dhe ajo vajzë që një ditë zgjati dorën në korridorin e një supermarketi, do të vazhdonte ta zgjaste. Sot. Nesër. Gjithmonë. Sepse disa njerëz lindin për të ndriçuar. Dhe Lira ishte një prej tyre.